Jemi rikthyer dhe si thash pak më herët, me mua është Belin Kolliçi. Mirë se erdhe. Faleminderit Aida për ftesën. Ka shumë çështje që dua të diskutoj, minutat janë kufizuar, unë shpresoj që do të marrit më të mirën tënde këtu, në ato që unë dua dhe kam në kokë për të marrë disa përgjigje. Nuk e mora dot mandatin e Ilir Ali Mehmetit. U certifikua Tirana, pse? Pse? Ne kemi thënë gjatë gjithë kohës që përpos farsës elektorale që në asnjë moment nuk e kemi vënë dyshim që ka patur një farsë në datë 11 maj, që çdo ditë më shumë certifikohet farsa elektorale përmes provave, dokumentave, videove, të shumta që publikohen nga ana e Partisë Demokratike, nga kreu i saj në mënyrë të përditshme në konferencat e shtypit nga Selia Qendrore e Partisë Demokratike. E kemi thënë gjatë gjithë kohës që do të bënim gjithçka që brenda këtij rezultati të deformuar, të tentonim që të merrnim apo të mbanim në një farë mënyrë mandatin e 14 të Tiranës, që ishte mandati i Ilir Ali Mehmetit përmes votave të pavlefshme, të shpallura kështu nga numëruesit që kanë qenë rreth 17.200 vota. Në përfundim të këtij procesi kemi parë rezultatin që nuk ka ndryshuar në tërësinë e tij numrin e mandateve, por nga ana tjetër ka qenë edhe një proces gjysmak sepse nuk është numëruar as vota e diasporës që në fakt janë 42.000 vota që nuk janë pak, që dhe aty ka hapësira për interpretim. Nga ana tjetër, grupi i ekspertëve zgjedhor në Partinë Demokratike, edhe ekipi i Tiranës që ka menaxhuar zgjedhjet, janë duke shqyrtuar edhe mundësinë e kërkesës për hapjen e kutive të votimit me materiale zgjedhore. Pra të materialeve zgjedhore në kutitë e votimit, për të bërë ballafaqimin e të gjithë të dhënave, tabelave, rezultatit dhe fletëve që ne pretendojmë që mund të jenë manipuluar. Gjithashtu kemi kërkuar, ju e mbani mend, përveç fenomenit të trenit bullgar, që shpeshherë jemi atakuar për atë çështje, edhe pse kemi faktuar katërcipërisht ekzistencën e këtij fenomeni përmes videove që janë bërë publike në Peqin, në qarkun e Elbasan, ku duket skema se si funksionon, që vendosen dy vula në një fletë votimi, fleta votimit merret dhe nxirret për jashtë dhe përdoret më pas për tu rifutur e plotësuar nga militantët e PS-s, nga ata që paguajnë parat. Ne kemi bërë edhe kërkesën për administrimin e disa fletëve që janë me ngjyrë të ndryshme në kutitë e votimit. Aida të gjitha këto thënë, domethënë të gjitha këto problematika, synimin e kanë patur që për shkak se ne për një grush votash kemi humbur, kemi patur problemin madhor në Tiranë që është një deformim rezultati i paimagjinueshëm, ku një kandidat merr 18.000 vota dhe nuk përfaqësohet në parlament, dhe ndërkohë ka kandidat tjerë që kanë një grush votash dhe janë në parlament. Tash ky është problem pasaj i deformimit kodit zgjedhor. Kjo është çështje tjetër, një kod që unë uroj që të ndrohet në momentin e parë që fillon punë parlamenti i ri, dhe uroj që zgjedhjet tilla të mos bëhen më kurrë në Shqipëri me këtë kod elektoral që është më i shëmtuari nga të gjithë kodet e mundshme. Nëse më pyesni mua, jam koherent në qëndrimin tim që nga deklarata ime e parë publike për këtë çështje, unë do të preferoja sistemin mazhoritar, ku kandidatët përballen me njëri tjetrin, përballen platformat, fuqizohet kandidati, sepse kandidati është i lirë të bëjë fushat në të gjithë terrenin, të majtët, ke djathtët, ke ata me bindje politike, pa bindje politike etj, por kjo është çështje ime personale. Ky kod ka qenë një kod i tmerrshëm, që ka prodhuar një pabarazi dhe mes kandidatëve. Dhe ka prodhuar këtë rezultat që një kandidat që ka 18.000 vota sot nuk është në parlament, siç është rasti i Ilir Ali Mehmetit, që është i papranueshëm në gjykimin tim. A keni dhe ju pak fare zë Kolliçi tek mënyra se si u bë fushata, morin mbështetjen e duhur, a duhet të ishit përqendruar, u duke vetëm Ali Mehmeti në këtë garë? Jo, nuk besoj se Ilir Ali Mehmeti ka qenë i vetëm, përkundrazi ka patur gjithë suportin e Partisë Demokratike, gjithë suportin e gjithë strukturave të Partisë Demokratike, se si e ka udhëhequr ai fushatën dhe se si e ka vendosur ai që të bëj fushatën, kjo është çështje e Zojt Ali Mehmeti. Sikundër ka bërë të njëjtën gjë dhe Zonja Tabaku, sikundër ka bërë të njëjtën gjë Aslan Dogjani, Murrizi. Mos harroni, ju pak më parë kishit Ilir Metën në lidhje direkte, ka bërë fushatën nga Qelia. Kështu që tipologjia e fushatave të kandidatëve ka qenë ndarë. Në aspektin partijak, Zoti Ali Mehmeti ka pasur mbështetjen maksimale nga Partia Demokratike. Përkundrazi, ju e keni parë mbështetjen ndaj tij edhe në kërkesën për rinumërimin e votave, gjë që nuk i është plotësuar për shembull Edi Ramës kur ka kërkuar rinumërimin e votave vitin parë, që ka qenë edhe kryetar opozite dhe kryetar bashkie. Kështu që thënë këtë, absolutisht në mënyrë kategorike jo, nuk mund ta pranoj që Zoti Ali Mehmeti është lënë i vetëm. Përkundrazi ka patur suportin maksimal. Nga ana tjetër, a do duhet ishte Zoti Ali Mehmeti pozicionuar në listë mbyllur apo jo, këto janë çështje tjera. Janë çështje tjera diskutimi dhe unë mendoj që për sa kohë do të kemi për herë listat
që janë të kufizuara me numrin e mandateve, dhe për sa kohë flitet për partitë mëdha politike, siç është PD-ja, është partia më e madhe në opozitë, patjetër asnjëherë nuk do të kemi një listë perfekte. Për herë lista do të jenë të debatueshme. Analiza, a duhet fillojnë nga drejtuesit e qarqeve? A janë ata që mbajnë përgjegjësinë kryesore? Ndani dhe ju të njëjtin mendim si disa duke filluar nga unë me që drejtoj qarkun më të madh, edhe kam drejtuar qarkun më të madh, edhe në fushat së bashku me kolegë tjerë kemi patur një ndarje në 6 në një farë mënyrë të Tiranës, të qarkut, ku kemi qenë 6 persona, por unë kam qenë drejtues politik që kemi bërë punën tonë. Pa diskutim do duhet matet performanca e gjithë secilit prej nesh. Kujdo kandidati, jo vetëm të drejtuesve politik, por mbi gjitha dhe të atyre që janë deputet sot dhe që kanë qenë produkti listës së mbyllur, pa diskutim do të matet performanca, do të matet strategjia elektorale, do të matet mesazhi politik që është përcjell, kontributi me strukturat e tjera, por këto janë çështje të brendshme të Partisë Demokratike dhe pa diskutim në forumet më të larta të Partisë Demokratike do të bëhet ky debat dhe do të bëhet në momentin e duhur. Sepse ne sot që flasim... Shtatori është momenti i duhur, zotë Kolliçi? Momenti i duhur është kur të përfundoj kompletimi i farsës. Certifikimi i farsës elektorale, por mbi gjitha të kemi dhe një fjalë të fundit nga vëzhguesit e OSBE-u Dirit në raport me raportin e tyre përfundimtar për zgjedhjet elektorale në Shqipëri. Çfarë do thotë, në momentin që mbyllet dhe raporti final i OSBE-u Dirit, pa diskutim ne kalojmë në një fazë tjetër, ku kemi mbyllur në një farë mënyrë dokumentimin me fakte, me prova të asaj maskarade elektorale që ka ndodhur dhe kalojmë në një analizë të brendshme dhe në marrje përgjegjësisht, pa diskutim që po, çdo kush. Përgjegjësia shkon deri tek Sali Berisha? Përgjegjësia është nga deputeti i parë deri ke deputeti i fundit dhe nga funksionari i parë deri ke funksionari i fundit. E shen mundësinë e largimit të Berishës? Kjo është çështje tjetër që do të jetë çështje diskutimi e zotit Berisha vet, e forumeve në Partinë Demokratike, dhe mbi të gjitha e forumeve më të larta kur të vi momenti i diskutimit. Por, për një gjë duhet jemi të qartë. Në këtë moment që ne flasim, kemi të bëjmë me një farsë elektorale. Kemi të bëjmë me një bindje 100% që gjithë strukturat e Partisë Demokratike e kanë dëshmuar, e kanë jetuar, kanë qenë dëshmitarë të kësaj farse, dhe kjo nuk është fare çështje për diskutim. Largimi i zotit Berisha, apo largimi i dikujt tjetër, apo largimi i dikujt tjetër. Nuk flitet në PD për largime, absolutisht, në PD flitet për afrime dhe flitet për hapje dyre. Largime, në kuptimin spostimi i zotit Berisha në një pozicion tjetër për të hapur garën për të zgjedhur dikë, për të hapur partinë, procese, jo largimi. Për momentin nuk ka absolutisht një momentum të tillë politik në PD dhe nuk do të ketë një herë një çështje tillë. Mos kjo është e tamponuar nga që një pjesë prej jush, po them, po të përfshihet se kanë përballë, prisni ose një pjesë e demokratëve presin ato zgjedhje të brendshme marrjen e atyre pozicioneve të rëndësishme në rang partie. Asnjë rëndësi nuk kanë këto në raport me të vërtetën e madhe që sot demokratët janë sërish në opozitë. Asnjë vlerë nuk ka, asnjë funksion parti, asnjë funksion dhe në grup parlamentar, në raport me faktin që 520.000 qytetarë që vendosën të mbështesin sërish Partinë Demokratike në këto zgjedhje, por mbi të gjitha antarësia e Partisë Demokratike që është heroike në gjykimin tim, sërish e gjen veten në opozitë. Në opozitë me një regjim që i gjobit, që i godet, që i heq nga puna, që i pamundson jetesën në Shqipëri, që i ka goditur ekonominë familjare të gjithëve dhe që i ka larguar nga Shqipëria. Kështu që para këtij interesi madhor, këto janë çikërrima pozicionet partijake apo pozicionet në grup parlamentar, për të cilat po ja u them unë, ja ku më keni në studio, nuk kam unë i pari Belindi, s'kam as edhe një qëllim, as një ambicie, as edhe një objektiv timin personal, sepse nuk vlen as pak. Në raport me punën e madhe dhe me besimin e madh që kanë dhënë demokratët në to 12 vjet, dhe me faktin që ne nuk kemi mundur që të rrëzojmë Edi Ramën përpos kësaj farse elektorale që e paralajmëruam. Pra, kemi një sfidë shumë më të madhe përpara, kemi zgjedhje lira dhe të ndershme për t'ia mundësuar shqiptarëve këtë mundësi tyre për të votuar të lirë në vendin e tyre. Para kësaj gjitha tjera bien. Qëndrojmë tek problemet e brendshme, zoti Kolliçi. Shumë rasti Fierit, ajo ishte, më lejo ta them, një humbje e turpshme. Mënyra se si u bën listat nuk ishtin me përfaqësim, la disa zona atje, u fol publikisht së pati dhe një betejë deri në minutat e fundit, grupi Bardhit apo grupi i Flamurnokës, se tani këto i kemi dëgjuar, ne s'mund t'i xhbëjmë. Këto mund t'i dëgjoni, po nuk do të thotë që këto janë vërteta. Dakor, po ju pyes. Nuk ka patur as edhe një përballje midis asnjë grupi. Pse la ti ashtë Hilda Dhorin, për shembull, që përfaqësonte Divjakën? Nuk e kam bërë unë listën e Fierit, kur keni ata që kanë hartuar listën e Fierit përballë, mund t'i pyesni. Unë e kuptoj që jo, nuk e ka bërë Gazmend Bardhi listën e Fierit. Flamurnoka.
Jo, nuk e ka bërë Flamurova, kanë bërë forumet e Partisë Demokratike, kur të keni mundësinë të jeni prezent në diskutimin e forumeve të brendshme. Ne nuk e besojmë se bëjmë forumet. Po mirë, kjo është, ju jeni në drejtën tuaj të besoni çfarë doni ju. Se drejtuesi i qarkut i vendos këto. Jo, nuk i ka vendosur drejtuesi i qarkut, sikundër nuk kam bërë unë listën e Tiranës. Kjo është diçka që e di çdo njeri. Po për Tiranën e vendos Ali Berisha. Por që të jemi të vërtet me njëri tjetrin. Unë e kuptoj që mund të përbëj interes edhe për media debati brendshëm Partinë Demokratike, por mua kjo nuk më intereson as pak. Unë kam ardhur këtu për të folur për problemet që kanë qytetarët shqiptar, për problemet që ka opozita, për problemet që kanë shqiptarët e zakonshëm, për faktin që sot sërish janë larguar 38.000 shqiptarë në vitin e fundit, është një qytet i tërë Sakavaja, pothuaj, që ka ikur në vitin e fundit, kështu që këto janë probleme që i prekin qytetarët shqiptarë. Se çfarë debati ka midis një deputeti apo një deputeti tjetër brenda forumeve të Partisë Demokratike, kjo është çështja me më pak interes që mund të jetë për qytetarët. Mos kjo përçarje e Partisë Demokratike nuk ngjizi baza që ne patëm këto rezultate. Nuk ka një përçarje, përkundrazi ka një tentativë për të fryrë çdo lloj diskutimi të brendshëm Partinë Demokratike dhe për ta paraqitur si një përçarje. Nuk ka një përçarje. Ka një zhvendosje të vëmendjes nga problemet e qytetarëve tek problemet e brendshme të Partisë Demokratike që nuk i shërben askujt. I shërben shqiptarëve. Jo, nuk i shërben shqiptarëve se çfarë diskutimesh të brendshme ka një parti politike, i shërben anëtarëve të partisë politike. Analiza është e rëndësishme. Dhe anëtarët e partisë politike, në këtë rast të Partisë Demokratike, analizën e bëjnë në forumet e tyre, nuk e bëjnë në studio televizive, as në banaqe televizive dhe nuk e bëjnë në media. Nëse keni parë në një parti politike në botë që e bën këtë diskutim në media, më thoni. Por nuk është PD-ja partia e parë në botë që do bëjë analizën në studio televizive. Nuk do ndodhi kjo. Dhe duke qenë se kjo nuk do ndodhi, dhe për të paktën për sa ko jam unë prezent në një studio televizive, nuk do gjehet kur hapësirë për të folur për këtë çështje, unë mbetem i fokusuar ke problemet madhore, ke farsa elektorale, ke zgjedhjet. Më lejo të shkoj në shtator tek një protestë që ju keni paralajmëruar në kuadër të farsës elektorale, për këtë bijem dakord, besoj. Është një çështje që prap është një hipotezë, është një ide e hedhur nga kryetari i partisë, nga zoti Berisha, por është një vendimarrje që i takon sërish forumeve më të larta. Unë jam i bindur që para se të shkohet në parlament në shtator, nuk do të ketë një vendimarrje televizive për këtë çështje, por do të mblidhen strukturat e larta të Partisë Demokratike, do të mblidhet grupi parlamentar dhe do të ketë një vendimarrje politike se çfarë aksioni politik do të ndjek PD-ja, të paktën në stilin e vjeshtës dhe më pas në muajt në vijim, sepse kemi të bëjmë me një fakt. Sot në Shqipëri nuk ka zgjedhje. Sot në Shqipëri nuk organizohet një proces elektoral ku qytetari shkojë të votojë i lirë. Këtë nuk e themi ne, edhe në raport në OSBE-Odirit, preken e zezmi të bardhë, shkelja e kartës Kopenhagenit, e kritereve në paragrafin 7.8, ku qytetarët thotë nuk lejohen të votojnë me vullnet në tyre të lirë, nuk i lejohet aksesi i plot në mediat dhe në platformat televizive dhe ato sociale, përmendim këtu TikTokun, i cili befas pas zgjedhjeve është rikthyer për gjithë qytetarët dhe tregon që ka patur një merak në këtë rast kryeministri për të censuruar TikTokun gjatë periudhës zgjedhore. Sot po të hyni në TikTok, jeni fare lirshëm, të lirë të aksesoni, kushdo që kërkon të aksesoni. Ngadalësuar, pra, se kjo ndodhi, vetëm u ngadalësuar. Jo, nuk është ngadalësuar, jo u mbyll për të censuruar qytetarët pavarësisht mënyrave apo metodave që gjetën kryesisht të rinj përmes përdorimit të VPN-ave. Nuk besoj se kjo është e keqja më e madhe. Po flas për kriteret e Kopenhagenit. Pastaj për të shkuar ke shitblerja e votës, ke përdorimi i krimit dhe i bandave në zgjedhjet në procesin zgjedhor. Ose parat që u hodhen për pensione, se tani kjo... Jo vetëm ato, ke fakti që në shkeljet të kodit zgjedhor, 4 muaj para zgjedhjeve, në shkeljet në 91, përveç se u dha bonusi për 100 euro për 760.000 pensionistë. Përveç se u falin gjobat 200 milion euro ditën e fundit të fushatës elektorale, në datë 9. Nuk janë falë. U falën në parim, se kështu në praktik qytetarët prapi kanë kurrizë, më sem që i kanë edhe më të shtuara faturat. Ajo çka ka ndodhur është që janë dhënë dhe një 500 milion euro punë publike, tendera, të cilat një pjesë e parave janë hedhur në fushat, është përdorur dhe për herë të parë një alibi që nuk ka ekzistuar herë të tjera, është përdorur SPAK-u. Pse është përdorur SPAK-u alibi? Sepse u ngrit me një bujë të madhe një task force e SPAK-ut për krimet zgjedhore, e cila ka mision parandalimin e krimeve zgjedhore dhe që parandaloi 0 krime zgjedhore. 0. Dhe që me paftyrsinë më të madhe ka ndërkombëtar ende në këtë vend që e konsiderojnë sukses punën e task forces elektorale të SPAK-ut, që është një turp kombëtar, është një alibi që Edi Rama të vidhte mandatin e 4. Dhe për këto çështje ne do duhet të flasim dhe të harxojmë kohë, sepse qytetarët
Qytetarëve kjo intereson, qytetarët këto pikë pyetje kanë. Por unë besoj kështu. Për kuptuar se çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Unë besoj kështu, siç e kam thënë dhe të tjerë të ftuar nga Partia Demokratike, që nëse ju do të kishit një ofertë bindëse, nuk po flas për programin, po, ju kishit një program që e kemi analizuar dhe pjesa më e madhe të ftuarve në studio, nëse do dhe opinionin tim, ishte i mirë. Po përtej kësaj, ju bët një list e cila se do shkojmë prapë tek ato që thua janë problemet e brendshme, që u tha se kjo është një listë humbse. I paragjykuam, madje nuk na bini, i quajtëm si sulme politike. Unë besoj fort, zoti Kolliçi, që nëse qytetarët do t'ju besonin ju, dhe jo ju personalisht, po Partinë Demokratike dhe opozitën, kur shkojnë ke kutia e votimit, e kam thënë dhe përsëris, kanë vetëm një stilolaps, një letër dhe zotin lart. Kështu që nuk do kishin nevojë as për task force, nuk do të kishin nevojë për asgjë tjetër, do të ishte një fitore ndryshe që ju do të bindnit. Po kjo nuk ndodhi. Po, të drejtë ke, kjo do të ndodhte nëse në Shqipëri do të mbaheshin zgjedhjen datë 11 maj. Por ne deri tani kemi nxjerr video që faktojnë katërcipërisht që kur kanë shkuar qytetarët shqiptarë ke kutia e votimit, ka qytetarë që kanë votuar 3 herë. Kanë marrë 3 fletë votimi dhe janë patronazhistë të gjithë Partisë Socialiste. Ka qytetarë që kanë votuar 4 herë. Ka qytetarë që kanë votuar të lirë dhe pasi kanë votuar, komisionerët e Partisë Socialiste që janë aty për të mbarvajtur procesin, kanë shkuar, kanë kthyer kutinë me kokë përmbys, kanë nxjerr fletën e votimit të votuesit, por ta verifikuar, e kanë palosur dhe e kanë rihedhur brenda në kuti. Po sa përqind janë kjo, zë Kolliçi? Se unë nuk besoj se ti je nga ato politikanët që e justifikon këtë hendekun në madh të votave me këto gjëra, apo me grupet kriminale. Po pse më, sa përqind kanë grupet kriminale? Janë nxorrën një deputet. Po si që nga kjo kështu tani se nuk justifikon as grupet kriminale, as kjo. Mund të jenë element që e plotësojnë atë puzzle-in. Ky është qëndrimi juaj, Aida. Unë po flas për qëndrimin tim dhe bindjen time. Po të lutem, si politikan. Ju më pyesni mua nëse do të na besoni neve, mund t'ju bëj një pyetje ju, por çfarë ka besuar burgu i Peqinit Sara Milen që i ka dhënë 95% votave? Një anonime, në qarkun e Elbasanit. Më fal të bëj një pyetje. Po, nuk është vetëm një. Ai një kush është? Ai një kush është? E ke dëgjuar ndonjëherë? Për shkak të punës hyra dhe pastaj. Për shkak të punës, po ta them, për shkak të punës hyra dhe pash dhe pasurinë, pash dhe moshën, po i diun të gjitha. Që ka patur mandat në parlament për 2 vjet e fundit. E dini që nuk ka folur një herë në parlament? Për çfarë? Njeriu që ne kemi denoncuar. Po ja 2 mandate. Po ky Ndraxhi. Jetë 3+3 more. Po jo më s'është aq. Po Blendi Gonxhe, për çfarë besuan 90% e votuesve në Bashkinë Dvorë? Ku banda e Xhabatëve i bënte fushatën. Tjetër gjë Blendi Gonxhe. Për çfarë? Çfarë është Blendi Gonxhe? Çfarë merite ka që ka përmbytur Tiranën në vitin 2000? Ku qëndron merita e Blendi Gonxhes? Çfarë ka bërë Blendi Gonxhe në jetën e tij? Është një njeri me mbështetje strukturave të Partisë Socialiste. Ku i gjeti mbështetjet? Partia Socialiste më është njëri antari i Partisë Socialiste. Kur është bërë? Se vitin e fundit ka ardhur. Drejtor patentash ka qenë. Çfarë është Blendi Gonxhe? Që ka marrë 22.000 vota. Se unë s'po ju pyes për Erion Braçën, po ju pyes për Blendi Gonxhen. Nuk po ju pyes për njerëz që mund të kenë një karrierë në Partinë Socialiste. Çfarë ka bërë më Blendi? Ja na i thoni unë. Çfarë ka bërë më? Ta deputet që kanë marrë 10 mijëra vota, çfarë kanë bërë? Edhe ministri i Brendshëm. Çfarë kanë bërë? Po ministri i Brendshëm në jetën e tij publike, çfarë fjalë ka mbajtur, çfarë reforme ka bërë? Ta dimë. Ta dimë dhe ne dhe ta kuptojmë dhe unë t'ju them juve keni të drejta Aida, përballë të moralizotit. Nuk jam mbushi mendjen Elbasan, jam mbushi mendjen Elbasanit Sara Mile. Votuan Sara Milen, sepse që nga më aftë, më intelektuale, me program më të qartë, me vizion më të qartë, më e ndershme dhe më me vizion se të moralizoti. Nëse është kështu më thoni që përballë Erdë Bylykbashit, ja ka mbush mendjen Arken Balla, i cili ka marrë 5.000 vota më shumë se Edi Rama. Edi Rama, kryeministri i vendit, në 2021 ka garuar në qarkun Durrës dhe ka marrë 16.000 vota. Të del pas 4 vitesh një anonim që ka marrë 2.000 vota në atë periudhë dhe të 10 fishon rezultatin, merr 21.000 vota dhe merr 5.000 vota më shumë se kryeministri. Do të thënë këtu nuk ka shkencë politike, nuk ka teori politike në botë, logjik që ta shpjegon, përveç kësaj që po them unë, që janë parat, që është krimi organizuar, që është blerja e votës, që është censura mediatike, që është trysnia ndaj qytetarëve, që është presioni ndaj qytetarëve, që është manipulimi i votës, që është blerja e votës, që të gjitha këto, me që ju nuk bini dakord me çfarë them unë në studio, po ju them ju me idenë që ju nuk bini dakord vetëm me këto që thotë opozita, sepse ne opozitë jemi dhe ne këtë detyrë kemi. Këtë nuk e ka thënë Belindi, as Ali Berisha, këtë e ka thënë Michael Galler, drejtuesi kryetari i misionit të vëzhguesve ndërkombëtar të OSBE Odirit, një nga peshat më të rënda në politikën e jashtme gjermane,
një eurodeputet i CDU-s, i cili ka thënë krimi organizuar nuk lejon ndryshimin politik në Shqipëri. Këtu fillon dhe mbaron historia dhe ne pa adresuar këtë çështje, nuk mundet vazhdojmë diskutojmë si ishte lista në qarkun Fier për Partinë Demokratike, apo në qarkun Elbasan, apo përfaqësimi gjinor, apo problemet e tjera, po ka probleme Partia Demokratike, kanë patur probleme listat, janë çështjet tona të brendshme, do diskutojnë të gjitha në forumet tona. Problemi është, atja themi qytetarëve shqiptarë çka ka ndodhur me datimet maj? Se do të rëdhë unë etika, se nga që njihemi herët që fëmijë, për pak desh të thira në emër, po s'ka gjë besë. Me emër, kënaqësi madje, lutem. A je ke ardhur për Tiranën që Mesila Doda, Tedi Blushi, prap nga Partia e Liris, Erisa Xhixho, morën shumë pak vota? Unë nuk e di sa vota kanë marrë këta, se këta s'kan patur mundësinë ta vërtetojnë se sa vota kanë patur, sepse kanë qenë në listë mbyllur. Kështu që duke qenë se është e pamundur ta vërtetojmë këtë gjë. Shpërtimi Drizi, Ilir Meta janë tregues. Nuk mundet absolutisht që unë të komentoj. Në radhë parë, kur s'm keni parë të komentoj kolegë, nuk do ta bëj kurrë, është në formimin tim politik. Po po komento rezultatin? Është në formimin tim politik që mos të merre me kolegët, të merre me kundërshtarin politik. Po rezultatet tani, rezultatet janë turpshme. Kam shumë për të thënë për Blendi Gonxhan. Kam shumë për të thënë për Erion Braçan. Çfarë ke me Erion Braçan? Si çfarë të kem më shumë? Se sa e kapëm ke rruga Marko Boçari ditën e zgjedhjeve, në orën 17 kemi shkuar vetë me një zyrë elektorale të padeklaruar, ku brenda ishin zyrtarë të shtetit, drejtoresha për inovacion e Republikës së Shqipërisë, ja futi vrapit, që u kapën zyrtarë të shtetit duke punuar me lista, duke punuar me materiale që i fshehën, i futën në përçanta dhe ikën me vrap, dhe ne merrnim 90 minuta policinë e shtetit, 6 herë dhe nuk vinte. Policia e Ilir Prodës. Kemi parë. Po pra, i keni parë, po pse nuk më pyesni për këto, se këto kanë interes për qytetarët. Se qytetari që na ndjek duhet di që kur një drejtues politik, një kandidat për deputet. Çfarë ndodhi me këtë çështje, me që përmendë Ilir Prodën, drejtorin e përgjithshëm policisë? Është mbyllur çështja. Pse? Nuk ka asnjë reagim nga task forca e SPAK-ut, të cilën unë e mora 2 herë live në numrin e Gjelbër, që ka njoftuar SPAK-u, 2 herë live para mediave dhe nuk më hapej telefoni. Tani kur nuk më hapej telefoni mua, që jam kandidat për deputet dhe jam drejtues politik i forcës më të madhe opozitare në vend, e kuptoni që ai bëhet një qytetar i zakonshëm këtë vend? E kuptoni ju që kur kanë shkuar në Vor, funksionarët e Partisë Demokratike i kërkonin llogari banditët pse keni ardhur këtu, largohuni nga qendrat e votimit? E kuptoni ju që Albana Vokshit i është kërcënuar e bija dhe nuk ka patur as edhe një reagim nga policia e shtetit? Këtë e kanë thënë dhe vëzhguesit ndërkombëtar këtu, që është e pabesueshme se si për 120 minuta policia e shtetit, stacioni i policisë është një 100 metra larg nga qendra e votimit në Vor, nuk vinte asnjë makinë policie. Për këtë duhet flasim ne. Këto janë problemet të cilat kanë deformuar thellësisht rezultatin dhe kanë intimiduar çdo ditë më shumë qytetarën e zakonshëm shqiptar për të votuar i lirë, për të bërë atë që ju thoni, që kur shkoj ke kutia e votimit, ke dhoma e fshet, ka vetëm zotin mbi kokë dhe një siolaps në dorë dhe të votoj për ekonominë familjare, për familjen e vet, për atë që i pëlqen më shumë. Por kjo nuk ka ndodhur, kjo i është pamundsuar qytetarëve shqiptar. Dhe për sa kohë ne nuk adresojmë këtë problem, është e kotë që të vijojmë dhe të kërkojmë problemet tek Partia Demokratike, se këtu ka 12 vite që qeveriset Edi Rama dhe këtu ka 12 vite që thohet që fajin e ka Saliu, ndërkohë që kryeministri është ky tjetri. Ka 12 vite që vjedh Edi Rama, ka 12 vite që ne themi që inseneratorin e bën Edi Rama dhe këtu fajin e ka Berisha. Këtu PSD-n e denoncoja unë dhe ndërkohë thohej që Erion Velia është i shkëlqyer modeli i luftës kundër korrupsionit, i transparencës. Po pra, po çfarë është dashur? Janë humbur qindra milion euro nga buxheti i Bashkisë Tiranë në këto 10 vite. Në këto 10 vite që të ndëshkohej një zyrtar i lartë dhe që nuk është ndëshkuar për këto afera, por është ndëshkuar për veshjet dhe veshmbathjet e familjes tij, që kjo është qesharake nga ana tjetër. Pse do thoni ju? Sepse ne kemi folur për inseneratorin, që edhe sot që ne flasim këtë studio bashkë paguhen 80.000 euro në ditë për një insenator që nuk ekziston, është rekord botëror vjedhje kjo. Kemi folur për PSD-n, por sot kreu i Bashkisë Tiranë nuk është në burg për këto arsye. Është sepse po të ishte për këto arsye, fatura do të shkonte ke Edi Rama. Se unë nuk jam naiv të mendoj që një aferë tillë korrupsioni, siç kanë qenë insenatorët, 430 milion euro, ka dalë ndonjë zyrtar i shehë shqiptar dhe e ka bërë pa dininë e kryeministrit. Kjo s'ka shans ndodh. Shtuar këtu bonusin 8% që Edi Rama ka firmosur në dhjetor 2016 për një kompani që nuk ekzistonte. Dhe unë të pretendoj që Edi Rama nuk e ka ditur, po as pak më. Ka të drejtë Arben Ahmetaj, sado që unë e kam kundërshtar politik dhe nuk e vlerësoj as pak, ka drejtë kur thotë që janë bashkëpronar faktik, janë Erion Velia dhe Edi Rama, në insenatorin e Tiranës. Si kundër ke PSD-ja të dele gjithë qeveria, të dalin të gjitha lidhjet qeveritare, të del dhe kryeministri vet, por nuk mund të hetohet kjo çështje deri në fund sepse del Edi Rama. Kështu që çfarë bëjmë?
bëhet një drejtësi me regji, porositet spagu për të goditur Erion Veliajn për një aferë personale familjare, në mënyrë që t'i lihet fatura edhe për gjërat e tjera dhe të distancohet nga përgjegjësia e kryeministrit. Si ta bëni opozita? Kjo nuk është drejtësi. Si do ta ndaloni Edi Ramën me gjithë këto? Që ta mbyll me këto? Do të jetë çështje sërish. Nuk mundet ta japun një përgjigje sot në studio, sepse edhe unë sot që flasim nuk jam një vendimarrës për aksionin politik që do të ketë Partia Demokratike në Vjesht. Do duhet që pa diskutim pasi të nisi një proces reflektimi në Partinë Demokratike, do të ketë edhe një proces debatit brendshëm, diskutimit brendshëm, në raport me strategjinë politike që ne do të ndjekim. Pra do të ketë një mbledhje, besoj unë të kryesisë, të Këshillit Kombëtar apo të grupit parlamentar, që do të ketë në rendite këtë çështje dhe kjo çështje që i përket qytetarëve. Përmendë pak drejtuesin e lartë të policisë apo dhe ministrin. Për çfarë i akuzoni ju, zoti Kolliçi? Ushtar të bandave më të rrezikshme kriminale në vend, mbi të gjitha të bandës së troplimëve. Ilir Proda është një njeri që spaku i ka konfiskuar telefonin kur ka qenë drejtor në Elbasan, mos gaboj. Është një njeri i cili dihet botërisht që është i lidhur me krimin organizuar në vend. Është një njeri që policinë e ka kthyer në polici private dhe ministri i brendshëm është një ushtar i bandave së bashku me drejtorin e policisë së shtetit. Kështu që kjo është diçka që këto nuk ka një qytetar shqiptar që nuk e di dhe nuk e ka dëgjuar nga opozita. Dhe nga ana tjetër po e them edhe një herë, ju keni parë që në radhët e gjithë kandidatëve për deputet në qarkun Tiranë, kampioni i vjedhjes votave, edhe brenda llojit, edhe ndaj kolegëve, ka qenë ministri i brendshëm, një person po e them edhe një herë. 300 vota. Anonim, pas një rekord publik. Që si takonin, se si ka vjet ato, po ndoshta janë vota kështu. Pas edhe një rekord publik, pas edhe një arritje publike, pas edhe një reform në institucionin ku ai drejton prej tashmë më shumë se një viti, i cili nga një njeri anonim vjen dhe del njeriu i dytë me i votuar në qarkun Tiranë. Unë po ta them edhe një herë, jam përplas me Erion Braçën ditën e zgjedhjeve. Ai mori përsipër autorsinë e një zyre elektorale të padeklaruar, por unë nuk e them dot që Erion Braça nuk është faktor i Partisë Socialiste prej 30 vitesh. As për Fatmir Xhafën nuk e kam thënë dot, as për Pandeli Majkun nuk e them dot, pavarësisht se nuk jam kundërshtar i tyre politik dhe pa diskutim mendoj që ka ardhur koha që të gjithë të largohen. Por unë nuk e mohoj dot që ata kanë historinë e tyre në Partinë Socialiste. Ndërkohë nga ana tjetër ti ke njerëzit anonim, të cilët vinë dhe marrin 10 fishën e votave të tyre. 2 fishën e votave të këtyre. Vinë dhe dalin njerëzit më të votuar në Shqipëri. Si mundet një vajzë 27 vjeçare në qarkun Elbasan të jetë njeriu më i votuar në qarkun Elbasan? Historikisht, kjo është e paimagjinueshme. Nuk ka, po them edhe një herë, të vi studiuesi i shkencave politike më i madh në botë, vi në Shqipëri, ta shpjegoj këtë që ndodh në Shqipëri. Që një qeveri vjedh. Sa Emile i drejtohet Sali Berishës sot po prit në kuvend, ndërsa Zigjineja atje i thot gazo. Po pra, ky është standardi sot i Partisë Socialiste. Me që pyetët ju që kritikat ishin ke PD-ja, që problemin e pas ka PD-ja, që lista e deputetëve të PD-s nuk pas ka qenë ajo që duhet, dhe që lista që duhej pas ka qenë Sara Mile, Zigjineja dhe Erken Balla. Kjo është Partia Socialiste sot. Faleminderit që ishe mos. Faleminderit ju. Faleminderit do ishë në ndoqët. Nesër, si zakonisht në orën 10 që jemi së bashku.